Presidenti Amerikan Donald Trump ka kryer testin e parë fizik të mandatit të tij të dytë presidencial në një spital në Washington DC. Në moshën 78 vjeçare, Trump ishte presidenti më i vjetër që mori detyrën në janar. Si pjesë e ekzaminimit mjekësor gati 5 orësh, Trumpit ju bën disa teste gjaku, një ekzaminim kardiak dhe jo vetëm. Dhe sipas mjekut e tij në shtëpinë e bardhë, presidenti është në shëndet të shkëlqyer njohës dhe fizik. Presidenti Trump shfaq shëndet të shkëlqyer njohës dhe fizik dhe është plotësisht i aftë për të kryer detyrat e komandantit të përgjithshëm dhe kreut të shtetit, ka thënë mjeku i tij. Trumpit i është bërë gjithashtu një test që përdoret zakonisht për të zbuluar edhe shenjat e mundshme të hershme të demencës. Ndërsa duke folur me gazetarët, Trump tha: "Në përgjithësi ndjeva se isha në formë shumë të mirë." Ai shtoi se mjekët i kishin dhënë pak këshilla për ndryshime të stilit të jetesës për të përmirësuar shëndetin e tij, megjithse nuk dha detaje. Trump humbi disa kilogram nga testi i fundit si president në vitin 2020. Ai peshonte 110 kg atëherë dhe tani ka rënë në 101 kg. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.